Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhënie ndjeni të mbështetur dhe të dashuruar, është dita e duhur për të ndarë ndjenjat tuaja më të thella. Në punë, një bashkëpunim i papritur mund t'ju sjellë zhvillime të këndshme, por qëndroni vigjilent ndaj detajeve të vogla. Shëndeti juaj është i mirë, por mos e neglizhoni pushimin. Në aspektin financiar, tregohuni të matur në shpenzime dhe shmangni investimet e rrezikshme sot. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot ndjeni nevojën për më shumë siguri në marrëdhënie, ndaj komunikimi i hapur është kyç për harmoninë. Në punë, mund t'ju jepet një përgjegjësi e re që kërkon durim dhe përqendrim. Kujdesuni për shëndetin tuaj të përgjithshëm duke ruajtur një rutinë të ekuilibruar. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni huazimet apo blerjet impulsive. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Dita nis me flirt dhe gjallëri në jetën tuaj sentimentale, ku takimet e reja janë të mundshme. Në punë, idetë tuaja inovative do të vlerësohen, ndaj mos keni frikë të shprehni mendimet. Shëndeti është në formë të mirë, por një aktivitet fizik do t'ju ndihmojë të lironi energjinë e tepërt. Në aspektin financiar, parashikohen të ardhurat të papritura, por menaxhojini me zgjuarsi. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Marrëdhëniet familjare kërkojnë vëmendje sot, një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptimet. Në punë, është momenti për të përfunduar detyrat të lëna pezull dhe për të treguar profesionalizëm. Shëndeti mund të ndikohet nga stresi, kështu që gjeni kohë për relaks. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për gjëra të panevojshme. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri ndjeni të motivuar të ndërmerrni hapa të guximshëm dhe të shprehni ndjenjat pa hezitim. Sfidat në punë mund të kërkojnë vendosmëri dhe fleksibilitet, ndaj dëgjoni intuitën tuaj. Kujdesuni për shëndetin duke i kushtuar vëmendje ushqimit dhe aktivitetit fizik. Në financa, një mundësi e re mund të paraqitet, por analizoni mirë para se të veproni. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot është një ditë e butë për marrëdhëniet, ku ndjeshmëria dhe mirëkuptimi do të forcojnë lidhjet tuaja. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të japë fryte të mira dhe do të ndiheni të vlerësuar. Shëndeti mund të kërkojë më shumë pushim, ndaj mos e teproni me aktivitetet. Në aspektin financiar, stabiliteti është i pranishëm, por shmangni shpenzimet emocionale. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Në jetën sentimentale dominon qetësia, por mos harroni të bëni surpriza të vogla për partnerin. Në punë, një projekt i rëndësishëm kërkon përkushtim të plotë dhe vëmendje ndaj detajeve. Shëndeti është i mirë, por një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të relaksoheni. Financat janë të qëndrueshme, por ruani një planifikim të kujdesshëm për të ardhmen. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Dita sjell pasion dhe thellim të marrëdhënieve, ku sinqeriteti do të jetë çelësi i suksesit. Në punë, mund të përballeni me sfida të vogla, por aftësia juaj për të zgjidhur probleme do të vlerësohet. Kujdesuni për shëndetin mendor duke gjetur kohë për të reflektuar. Në aspektin financiar, është koha për të rishikuar buxhetin dhe për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Sot ndjeni frymëzim për të bërë gjeste të bukura në dashuri, duke sjellë harmoni në marrëdhënie. Në punë, mund të merrni vlerësime për një arritje të fundit, por ruani për ulësinë. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik. Financat janë të stabilizuara, megjithatë shmangni borxhet dhe investimet e rrezikshme. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Komunikimi në çift është thelbësor sot, ndaj ndani hapur dëshirat dhe shqetësimet.
Në punë mund t'ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm që do të ndikojë në të ardhmen tuaj profesionale. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur lodhjen e tepërt dhe duke bërë një pushim të shkurtër. Financat janë të mira, por planifikoni shpenzimet për muajt në vijim. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në jetën sentimentale, një bisedë e thellë mund të afrojë më shumë partnerin tuaj. Mos keni frikë të shprehni ndjenjat. Në punë, një mundësi për të treguar aftësitë tuaja do të shfaqet, ndaj veproni me besim. Shëndeti kërkon më shumë kujdes, veçanërisht në ushqim dhe pushim. Financat janë të qëndrueshme, por mos merrni vendime të nxituara për investime. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Dita sjell harmoni në marrëdhënie, ku ndiheni të kuptuar dhe të pranuar nga të tjerët. Në punë mund të merrni një lajm të mirë që lidhet me një projekt të rëndësishëm. Shëndeti është i mirë, por mos injoroni shenjat e vogla të lodhjes. Financat janë të balancuara, por ruani disiplinën në shpenzime për të shmangur surprizat e pakëndshme. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.